Si kompensohen ditët e agjërimit? Kompensimi i ditëve të agjërimit është me agjërim më vonë. Me agjërim më vonë. Përveç se nëse njeriu s'ka mundësi të agjërojë, atëherë ushqen për çdo ditë një të varfër. Për këtë arsye është prej gabimit që dikush që ka mundësi me agjëru thotë unë meqenëse agjërova po ushqej të varfër. Ku e gjetet ti këtë? Kjo ka qenë në fillim të agjërimit, po më vonë u shfuqizua. Për këtë arsye, nëse ke mundësi me agjëru, agjëro. Nëse nuk ke mundësi, nuk e ke për obligim. Nëse ke mundësi të agjërosh, nuk mund ta kompensosh në asnjë lloj forme ditën e humbur të Ramazanit. Pra ti ke mundësi të agjërosh, si të ta kompensosh Ramazanin e kaluar, vetëm se me agjërim. Po dua të ushqej unë të varfrit sepse erdhi Ramazani dhe se kam plotsu ditët, se ka fajin askush. Ti je gabimtar që po të zën Ramazanin i ri, pa mbaruar Ramazanin e vjetër, megjithatë ti duhet ta agjërosh Ramazanin e ri dhe ditët e mbetura nga Ramazani i vjetër duhet i kompensosh prap. Po mirësi bëhet halli për shembull një grua e cila ka qenë shtatzën. Dhe s'ka agjëruar dot Ramazanin për shkak të shtatzanisë. Dhe i dha gjithë fëmisë. Dhe erdhi Ramazani tjetër dhe s'agjëroi prap dot. E kështu më pastaj mbeti prap shtatzën, pastaj prap gjithë dhënie, pastaj shtatzën. Si bëhet në këtë rast? Themi agjëron kur të ketë mundësi. Nuk del dhe nuk lirohet nga agjërimi i Ramazanit. Për këtë arsye në situata të tilla, një motër e zgjuar për shembull çfarë bën? Shfrytëzon dimrin. Ke vjeshtën edhe dimrin dhe fillimin e pranverës, pra që bëhen afërsisht le të themi 6 muaj, që i thon 180 ditë, që femra ka mundësi ta gjeja 30 ditëshin patjetër, që nuk është obligim të jetë ditë të pandara, mund të jetë një ditë sot, një ditë mas jave, një ditë tone, një ditë tenjte, e rëndësishme ta plotësoj patjetër agjërimin. Pra, nuk mund të kompensohet agjërimi me shpagim kur njeriu ka mundësi të agjërojë. Këtë nuk e gjen në asnjë mëdhëp. Diskutimi është për gatë shtatzëna dhe gjithënëset. A obligohen që të agjërojnë dhe të japin, apo mjaftohen me dhënie? E rëndësishme, mendimi më i saktë është që duhet të agjërojnë, nuk dalin dot nga ose nuk lirohen dot nga agjërimi, vetëm se me agjërim, në mendimin më të drejtë për mendimin tim të dietarëve në këtë çështje.